Pse jo, nuk mund t'japim dot një drejtim, t'japim një mendim se si mund të zgjidhet, se fundit staf akademik jemi të ftuar në studio. Atëherë unë po e përsërit për disa të herë. Duhet ketë vesh që të dëgjojnë këtë thirrje që po bëjmë ne, që është obligative që Ministria e Arsimit, bashkit, pra nivelet e komunave, ku do qofshin në gjithë Shqipërinë, duhet planifikojnë mënyrë të organizuar fondet veçanta që të vendosin motorat, pra mësues edukim fizik, strukturat e vogla që ne quajmë ne që specialistë, që përgatitem si specialist, që ata në vendet ku janë fillojnë të krijojnë ekipet e vogla midis tyre në specialitete të caktuara, që gradualisht kjo makinë fillojë të lëvizë. Ky është gjithë problemi. Profesor Roberti, nuk e di, ju keni një përvojë të fundit, keni qenë në një prej konferencave të fuqishme, në Turqi apo jo? Fokusi në kësaj konference, ata janë një konsorcium, Universiteti Ataturk në Erzurum të Turqisë, një konsorcium që shtrihet deri në Mongoli dhe në Kinë dhe në vendet e tjera si Malezia, Singapori, përveç shtete europiane. Dhe gjithë fokusi ishte reduktimi i orëve të edukimit fizik në, po themi, në sistemin nëntëvjeçar dhe të mesëm. A kanë ata të njëjtin problem siç e kemi ne? Pa diskutim, edhe në bisedat përveç studimit që unë pa ta bërë me 2 shkollat mesme të Tiranës, edhe në tavolinat jashtë të konferencës diskutohemi me njëri tjetrin sa orë bëhen në Shqipëri në shkollën mesme, sa orë bëheshin dhe diskutonin për arsimin nëntëvjeçar. Normalisht tek ne bëhen 2 orë vitin e parë, 1 orë vitin e dytë dhe vitin e tretë të shkollës mesme e kanë si lënë me zgjedhje. Normalisht gjithë rekomandimet botërore flasin për 60 minuta aktivitet fizik në ditë për të siguruar një organizëm të shëndetshëm dhe ka studime pafund që tregojnë dhe rritjen e shkallës së të nxënit tek fëmijët të cilët merren me aktivitet fizik. Pra, po i referohem dhe unë, miku tim të vjetër, profesor Dorit, që aktiviteti fizik i bën ata, si më thënë, më të shëndetshëm dhe nxënës më të mirë. Duket pak si abstrakte, po në fakt po ti hysh, është vërtet kështu. Unë kam, po themi, vajzën që është moshën 10-11 vjeç tash. Respekt jashtëzakonshëm për mësuesen që e ka çuar deri në klasë 5. Por fakti që edukimin fizik 2 orë në javë, sepse vazhdon nga klasa parë deri në të 9-ën është 2 orë në javë. Bën po një ta mësuese që jep gjitha lëndët. Nuk arrin dot, me gjithë dëshirën, pasionin të jetë aq atraktiv. Po të shikoje për shembull në pyetësorë që kanë bërë, po themi me nxënësit e shkollave të mesme. Ata thonin, e njëjta gjë çdo ditë, ka nevojë të ndryshohet kurrikula. Trendi i këtij brezi të ri që vjen nuk është thjesht volejboll, basketboll. Ne shikojmë edhe në fakultetin tonë me Persorgonin. Po themi densi sportiv, zumba etj. Ka një trend tjetër, tenisi, badmintoni. Pra duhet parë edhe jo thjesht që ti ke një program, ke ngarkesën dhe ti e nxjerr veten, por çfarë kërkon ai nxënësi që ti ke përballë. Nëse kurrikula, po themi, pavarësisht se përmirësohen, ka ngel një kurrikul, po themi, e para 20-30 viteve, atëherë nuk besoj që kërkesat janë tjetat. Atëherë, nëse kjo do t'i përgjigjej atyre dëshirave, plus dhe shtimin e orëve, por nuk është vetëm çelësi, mendoj unë, vetëm shtimi. Nëse ja shtove edhe 1 orë dhe i bëre nga 2-3, problemi është sa efektive janë ambientet mbas dite. Për shembull, unë palestrën e shkollës 7 marsi... Po janë efektive se ne themi mas dite. A i kemi efektive para dite gjatë kohës? Një sekundë, por nëse ata kanë vetëm 2 orë, ato 2 orë bëhen. Pastaj, për të hyrë se sa mirë bëhen, ne përpiqemi të nxjerrim vërtet breza studentësh me gjithë pasionin, dëshirën e gjithë trupës pedagogjike, që ata vërtet të jenë nesër edukator të mrekullueshëm dhe profesionistë në punën e tyre. Por unë po them, brenda kësaj mundësie që ata kanë, në ato orë që kanë, sa shfrytëzohen, nëse mirë dikush nuk e ka ambientin e duhur, ose infrastrukturën për të bërë një gjë të mirë. Por kur i ke, unë atë shkollë kam mbaruar, në shkollën 7 marsi po i referohem, kur mbas dite, ajo flegjum, atëherë, si ka mundësi që nuk gjehen mekanizmat që ky staf i profesionist, janë vërtet, unë i njoh të gjithë, janë vërtet profesionist, kërkon mekanizma ligjor të cilët ata të jenë pjesë e aktivitetit, e krijimit, kur tha profesor Agroni, të 1, 2, 3 disiplinave, unë nuk po flas për klasat sportive, se nga i hera anatemohemi, sigur flasim që po përmendim një kohë kur dhe unë kam qenë klasë sportive,
futboll për shembull. Dhe kujtoj me nostalgji kohën që kam pas profesor Ramadan Sheun, e kam pas profesorin tim dhe unë kuptova që dihet luaja dhe futboll fal pasionit të tij. Unë fakt dua të falenderoj zyshën time në shkollën Emin Duraku, zonjën Sanie Koja, është një prej bashkëshorte të një prej emrave të mëdhenj të sportit shqiptar, zoti Vangel Koja, dhe mbaj mend jo vetëm ndeshje që bëni me shkolla mes ekipeve të ndryshme, se ne përfaqësonim ngjyrën e Dinamos në shkollën e Emin Duraku, po kemi dalë dikur. Po, por kemi shkuar dikur në kampionate që bëheshin në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ndoshta doja të bëj një shtesë këtu. Ata profesorë për cilët edhe ju përmendët, gjithmonë më pak do jenë, sepse bëhet fjala për një kohë kur pasionantët të cilët punojnë edhe pa pagesë, punojnë për llogarit të emocionit e pasionit tyre që kanë, ato që ata ndjejnë brenda tyre, kjo kohë gjithmonë më pak po na sjell. Një nga këta është rektori jon që pa insistimin edhe pa le të themi emocionin që ai person ka, domethënë në mënyrën se si punon, është një makinë e cila vetëm vrapon, do ishte vështirë të ishte realizuar kjo që u bë. Dhe fal ti dhe neve, kuptohet që po e kemi mbështetur, zoti Rizvanolli është një nga personat të cilët mbart akoma me vete këtë emocion e këtë pasion për të bërë gjëra të tilla. Çështja këtu është, sot po jetojmë një kohë tjetër. Sot jetohet koha kur puna duhet paguhet. Dhe ngërçi, le të themi gjërat ashtu si janë. Ngërçi është që mësuesit e fizik sot orë nuk kanë. Për të organizuar këto çfarë po flasim ne, duhet ndërtohen orët jashtërore, që do thotë mbas mësimit. Patjetër. Palestrat e shkollave janë të mbyllura masdite. Në fakt ato atëherë duhet fillojnë punojnë. Dhe nëse ato orë do t'i paguheshin mësuesve të edukim fizik, atëherë do të kishim komplet një situatë tjetër. I gjithë ky sistem do fillon të funksiononte. Ku është çështja? Çështja është që strukturat në nivel lokal, në nivel qendror, duhet një ditë ta dëgjojnë këtë thirrje që po bëjmë në mënyrë sistematike, të ulen, kërkojnë të bëjnë një studim, nuk është kusht sepse po e themi ne duhet, po duhet bëhet një studim, nëse mund të jemi ne, mund të jemi edhe ne të kontribuojmë, mund të jenë edhe të tjerë, ka shumë mësues të edukim fizik që kanë përvoja, por që nuk i dëgjon kush, dhe ai studim do të nxjerrë zgjidhjen e këtij problemi. Ne do ta trajtojmë në fakt, profesor, mund t'ju kërkoj pak ndjesë të pyesim pak studentët, sepse kjo realisht këtu do qëndrojmë, kjo është çështja për cilën ne duam ndoshta zgjidhje nga kjo studio nuk i japim, por orientime mund t'i japim orientime profesionale. Rozal? Shëndetje, unë ndoj që e me vëmendje aktivitetin e ditës finale, dhe më bërën përshtypje 2 finalet e voleybollit dhe basketbollit, kishin shumë rivalitet dhe doja të pyesja në fakt rektor, zëvendës rektorin, nëse do ketë shtim të aktiviteteve në universitetin tuaj, sepse gjatë asaj dite unë njoha disa student që kishin vërejtje, dhe më thënë zhvillim shumë pak orë sportive, shumë pak aktivitete, do ketë shtim të aktiviteteve, edhe pyetja tjetër është nëse do ketë një olimpiadë dimrore, dhe më thënë universiade dhe dimrore, sepse këto aktivitete nuk duhet zhvillohen njëherë në 100 vjet, por duhen edhe të shpeshtohen. T'ju bëjmë një pyetje përpara se të përgjigjet zëvendës rektori, je student i vitit 3 gazetari apo jo? Sa vite keni bërë edukim fizik? Kemi zhvilluar vetëm 1 semestër gjatë vitit parë dhe ishte shumë pak. Ishte lënë me zgjedhje, lënë me detyrim? Po, lënë me detyrim, domethënë ishte, por që ishte shumë pak, sepse zhvillohen vetëm ndeshje voleybolli, janë shumë pak për ne studentët, domethënë. Po, do përgjigjet. Para desha të falenderoj për 2 konstatimet që keni bërë se janë me të vërtet realisht ashtu si ju pyetet. Nisem për të parin për mungesën e aktiviteteve sportive, gjallërimin e tyre, larmishmërinë e tyre dhe frekuencën e tyre, të cilat absolutisht duhet të jenë shumë më të mëdha nga që janë. Unë përses edhe një herë, të bëjmë aktivitet fizik dhe sportiv në Universitetin e Sportit nuk është ngjarje. Çështja është sporti duhet të jetë pjesë integrale e jetës sociale, kulturore të vendit. Dhe ky është misioni jonë për të arritur. Do përpiqemi me maksimumin tonë që ne këtë ta reflektojmë. Dhe në universitetet e tjera ju dëgjuat 2 rektor, të cilët folën me shumë pasion dhe me përkushtim për këtë çështje dhe besoj se duhet të ndryshojnë gjërat për mirë. Ajo që thatë në lidhje me lojrat dimrore, është një problem shumë kritik në rastin tonë për një arsye shumë të thjeshtë.
fatkeqësisht në vendin tonë nuk kemi asnjë infrastrukturë për të zhvilluar sporte dimërore. Do të ishte diçka spektakolare, është diçka e munguar, është një standard i munguar jo thjesht për universitetet, por për sportin dhe vendin total. Aktualisht ne jemi në këto nivele, do të ishte fantastike, ndërsa çështja e lojrave universitare, pa diskutim që është një rrugë që ka filluar dhe nuk do ndaloj. Jo dëgjuat edhe profesor Fatosin kur tha që ka pas disa tentativa për disa kampionate midis universiteteve, ka 2 vjet rresht që zhvillohet universiada kombëtare, kësaj rrallë ishte mbar kombëtare në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë dhe prandaj pati këtë promocion dhe këtë boom kaq të madh, qoftë edhe mediatik. Por në mënyrë absolute këto janë aktivitete permanente, ne do jemi vazhdimisht në krye të asaj detyre që ne takon të bëjmë, që të organizojmë dhe të jemi gjithmonë promotor të këtyre ngjarjeve sportive. Unë fakt, përpara se t'ja jap fjalën Jetës, do desha një nga studentët e Universitetit të Sporteve? Keni ndonjë vërtet, keni ndonjë kërkesë për zëvendës rektorin, dekanët, zëvendës dekanin, çfarë mund bëhet në një aktivitet, keni nevojë? Do pyesja Paulën, meqense është kampioni e skive të Shqipërisë. Ka vërtet se profesor Arbeni zëvendës rektori tha s'kemi infrastrukturë për të bërë një organizim kaq të madh. Meqense ti je drejt për drejt atje tek skit, a është ky mjedis? Ku e bën ju kampionatin kombëtar? Kampionati kombëtar i skive zhvillohet në Dardh të Korçës. Atje ka 4 vite që është filluar ndërtimi i një piste skish. Aktualisht janë 3 që janë ndërtuar. Mirëpo me kalimin e kohës edhe infrastruktura do përmirësohet edhe ndoshta zhvillohet edhe një universitet dimërore. Paula, shumë optimiste, me kalimin e kohës gjëra do... Po, kishit diçka për të shtuar, po? Absolutisht, do më thënë, unë jam studente vitit të parë Dega Rekreacion, edhe në konstatimin që tha djali që ne nuk organizojmë, do më thënë, orë mësimi edukative në aspektin e, do më thënë, volejbol, të gjitha disiplinat e sportit, pa diskutim që ne kemi shumë orare, do më thënë, shumë orë të demonstrimit të sporteve, edhe gjitha disiplinave. Po diçka ju mungon, apo është akoma është viti parë, semestri parë, nuk i keni konstatuar gjithë... Ne jemi viti parë, pa diskutim që s'kemi konstatuar të gjitha magërat, jemi akoma në fillimin, jemi në startin e universitetit, por nga... do më thënë, nga vitet e dyta të universitetit tonë, kemi konstatuar që ne kemi dhe në dimër, do më thënë, kemi një tip organizimi 2 javor, që bëhet në Voskopoj, që ka të bëj me ski dhe me shumë lloj sportësh të tjera që... Nëse unë e kuptova mirë studentin, ai nuk i kishte fjalën për aktivitetet që neve organizojmë brenda universitetit, po e ka fjalën për sportin universitar prezent në gjitha llojet e universiteteve. Jo, unë ngacmova studentët ta keni edhe një herë që tjetër saktë, nuk është çështja a bën sport universitetist. Jo, i kisha fjalën raporti mund ta keni shkollën shumë më tepër teorike se sa praktike. Do desha të ndërhyj pak. Atë çka shohim edhe nga studentët, po edhe në bisedat tona këtu. Fokusi i vëmendjes përqendrohen tek mendësia për sportin përgjithësi. Ne duhet kuptojmë të dalim përtej faktit që sporti bën mirë për shëndetin, është aktivitet fizik, por të gjitha ata që bëjnë politikat institucionale për sportin, duhet të kuptojnë që sporti para zgjithash kontribon si institucion social, kontribon shoqëri përmes formave të veta, siç është kontrolli social dhe integrimi shoqëror. Kontrolli social përmes normave dhe rregullave të vendosura, integrimi shoqëror përmes komunikimit, marrëdhënies që ekzistojnë midis studentëve përmes fushës sportit. Në këto kushte, do të thosha që duhet me patjetër të kihet vizioni për të ngritur strukturat e nevojshme në qendër dhe në bazë. Më kot nuk përmenda qendrat universitare sportive. Kur flas për qendrat universitare sportive, kam parasysh që është një strukturë paralele me strukturat e ngritura në nivel ndërkombëtar.
dhe universitetet e tjera, të paktën në Europën perëndimore kështu funksionoi. Kush duhet ti ndërtoj? Se duket sikur qendra pa zot? Mundësirat për ndërtim janë të ndryshme. Cilët mund të jenë financuesit, mbështetësit? Universiteti vet ka të ardhurat dytësore, një pjesë të cilave fare mirë mund t'i kalojë për ndërtimin e këtyre qendrave. Mund të ketë një gërshetim bashkë me bashkitë e rretheve. Mund të futen brenda donatorë të ndryshëm, sponsorë të ndryshëm, mund të jenë vendit dhe tuaj me interesa